Autoritetet belge bastisën zyrat e shërgimit evropian të veprimit të jashtëm EAS, krahut diplomatik të bllokut të martën në mëngjes, si pjesë e një hetimi kundër mashtrimit. Sipas mediave të huaja përcjell Telegrafi, bëhet fjalë edhe për bastisje në ambientet e Kolegjit të Evropës në qytetin e Bruges, i cili merr fonde nga institucionet e BE-s, të cilat u kontrolluan gjithashtu si pjesë e operacionit. Shtëpitë private të individëve në Belgjik u kontrolluan gjithashtu dhe 3 persona janë ndaluar, thekson mëtej Euronews. Zyra e prokurorit publik evropian, EPPO, kërkoi bastisjet si pjesë e një hetimi për mashtrim të dyshuar në lidhje me një projekt trajnimi të financuar nga BE për diplomatë të rinj. Në një deklaratë, EPPO tha se hetimi është i përqendruar në Akademinë Diplomatike të Bashkimit Evropian, një trajnim 9 mujor për diplomatë të rinj dhe i dhënë në bazë të një tenderi të BE-s, Kolegjit të Evropës në Belgjik midis viteve 2021 dhe 2022. Autoritetet po hetojnë nëse EAS shkeli rregullat e saj të tenderimit duke ndarë informacion me kolegjin para se projekti të jepej. Mund të konfirmojmë se policia ishte sot në ndërtesën e EAS, ka thënë një zëdhënës i BE-s të martën, duke specifikuar se hetimi në vazhdim i lidhet me aktivitete që u zhvilluan në mandatin e mëparshëm. Zëdhënësi nuk pranoi të komentonte nëse 3 të dyshuarit e ndaluar ishin zyrtar të BE-s. Por siç raporton ANSA, Federica Mogherini, ish përfaqësuesja e lartë e BE-s dhe rektoria e Kolegjit të Evropës, është midis të arrestuarve. Rektoria e Kolegjit të Evropës është aktualisht Federica Mogherini, e cila ishte në krye të EAS midis viteve 2014 dhe 2019. Kujtojmë se Mogherini shërbeu si përfaqësuese e lartë për politikën e jashtme duke drejtuar krahun diplomatik të bllokut midis viteve 2014 dhe 2019. Ajo u pasua nga Josep Borrell, i cili u zëvendësua nga shefja aktuale e politikës së jashtme Kaja Kallas në dhjetor 2024. Ajo ishte dhe përfaqësuese e Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Në deklaratën e saj, EPPO specifikoi se ka dyshime të forta se rregullat e BE-s në mbi konkurrencën e ndershme u shkelën gjatë procesit të tenderimit dhe se informacioni konfidencial në lidhje me prokurimin në vazhdim u nda me një nga kandidatët që mori pjesë në tenderim. Faktet mund të përbëjnë mashtrim në prokurim, korrupsion, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional, tha EPPO në deklaratë. Hetimi është duke vazhduar për të sqaruar faktet dhe për të vlerësuar nëse ka ndodhur ndonjë vepër penale.